shënoi gol në debutim kundër skuadrës së Skënderbeut me atë kualifikim që pati skuadra Bardhë Blu, tashmë shënon një gol shumë të rëndë me një Tiranë që nuk kishte fituar kurrë pra me skuadrën e Flamurtarit, ndërkohë që kishte humbur në 2 takimet, kishte marrë vetëm 1 pikë në 2 takimet me skuadrën e Bylisit dhe shkon fiton në Ballç. Të fitosh në Ballç është shumë e vështirë, provoi Ignatia që është kampion me fuqi. Ka fituar me shumë vështirësi, polemika vetëm Vllaznia, është mundur Dinamo, është mundur Partizani. Pra ky kampionat është bërë. Çfarë është i bukur ky kampionat, se ne sot diskutojmë emrin e madh të Tiranës, që diskutojmë bijetesën dhe diskutojmë se pse mori pikë në Ballç, e kuptoj apo jo? Po patjetër sepse prandaj është i bukur për kampionatin sepse Ballçi nuk ka bukuri fare kjo. Kjo nuk ka bukuri. Kjo ka që startoi gabim Tiranë. Tirana startoi gabim në merkaton e Tirana ka disa vite që ka bërë një gjë të tillë. Po jo, dakord pra, këtë po them. Kështu që në futboll nuk peshon më fanella, shumë panela ka rëndësinë vetë në futboll, në fund peshon rezultatet. Flori. Shiko, me situatën aktuale, kampionati është bërë më i bukur nga janari, mendoj, për shkak se futet më tepër lojë edhe 3 vendet e fundit. Ne po shikonim që Tirana po shkëputej për keq, pra po rrinte aty pa marrë pikët, por unë mendoj që ndonjëherë në jetë janë ato goditjet e mëdha që të bën të reflektosh. Mbaj mend që Tirana humbin e fundit e ka me Partizanin derbin. Dhe nga ajo ndeshje, pra një ndeshje përpara mund 6-2 me Dinamo, mundet derbi, pra ishte, mendoj që pika më e keqe e kampionatit aty duhet të qenë për Tiranën. Dhe nga ajo ndeshje, Tirana nuk ka humbur më. Ka marrë 3 barozime dhe në dhjetori mori, pra me duke marrë pikë dhe Elbasani dhe Vllaznia. Dhe tani ka arritur te një pikë që me merkaton që ka bërë, ka arritur 2 fitore, madje mund të ishin edhe 3 me ndeshjen me Vorën, siç e tha dhe profesor Arllaçi. Pak menaxhim më të mirë. Kur futet Tirana lojë, kampionati gjithmonë bëhet më i bukur. Për fat keq Tirana ndodhet në vendet e fundit, por janë dhe 46 pikë apo 45 pikë në lojë dhe kjo tregon që mund të arrijë, ne kemi parë që nuk po them do arrijë Europën, nëse do duket pak e vështirë tani po. Por ndoshta vjen e ku që finishim. Matematika e lejon janë 45 pikë. Matematika po. Po pra, do të prish pushim ekipeve do të prish. Po, patjetër. Jo, me këtë matematika lejon dhe Partizani dalin kampionë. Jo, ajo që është situata optimiste tek kampi Bardhë Blu është fakti që ata nuk thjesht e ka marrë pikët. Pra Tirana po dominon, Tirana për në gjykimin tim do të kishte 9 pikë në 3 javë, sepse goditi traversën dhe shtytën kundër skuadrës së Vorës në minutat e fundit për të marrë 3 pikë. Pra kjo Tiranë po luan, ka dominuar kundërshtarin dhe po fiton. Dhe kjo është ajo gjëja më e bukur, pra që Tirana nuk është rastisht aty. Po. Mirtaj. Atëherë, si e pa shumë këtë javë, si e shoh ecurinë e Tiranës. Ndërkohë edhe rezultatet e kësaj jave rigjenë. Edhe merkaton e janarit, spaku me zotin Sorra që kemi qenë herën e kaluar këtu, por edhe me Allaçin, kemi deklaruar që Tirana e janarit do të bëhet. U bë Tirana, erdhi Xhixha, erdhi Ernest, bëhet fjalë për 2 rikthime. Me herët kishte ardhur në Dong, një lojtar i kombëtarës Guindese Kutariade, erdhen edhe 2 kosarikanët Fredi Alvarez dhe Kortës, pra u bën një grup i plot, u çrrënjosa e Tirana e vjetër, bët flitet se do kthehet edhe portieri Visar Bekaj. Pra Tirana ka lëvizur, ka vendosur atë emrin e saj ku i takon, spaku sa i takon merkato zhvilluar gjatë këtij janari, dhe unë shikoj Tiranën pse jo të jetë një skuadër, cila do të paktën 3-4 skuadra prapa. Sepse